Pra, si që po ju thosha dhe në fillim, do të me një problem shumë social, divorci. Ky është problem mbarë botror, po në Portoceno do të vi një qift. Është quajtur qifti i hapur dhe sot ka seancën e parë të gjyqit të divorcit. Qifti i hapur! Urdhroni, zini vend, ju lutem. Po ju kujtoj që seanca e parë është seancë pajtimi. A jeni dakord? Pa tjetër, vetëm se këtë të parë ne kemi bërë, mund të kalosh tek e dyta, se kemi lënë dhe për shopping. Moj zonjë, nuk po dajmë baklavane këtu. Duhet të paralajmëroj që divorci është më i vështirë për femrat se sa për meshkuj. Ua, më i vështirë se shopping? Po ju nuk e dini more zotëri të dalësh për shopping, të hysh në një dyqane, i të nxjerr 10 fustane dhe ti blen vetëm 8 prej tyre dhe ikën duke qarë nga dyqani sepse ke lënë 2? Nuk mu shmirë, zoti Gjukac, nuk mu shmirë. Moj zonjë, a e kuptoni që jeni këtu për divorc apo jo? E dini ju kujt i thonë divorc? Ua, po pa tjetër, divorci nuk është një dram. Divorci është shumë i mirë. Ja për shembull, unë do ndahem, do marr pensionin e divorcit, edhe ja ku jam si gjithë shoqet e mia e çliruar. Shef, zoti Gjukac, me kështu shoqë është rria dhe i shtohet oreksi për pension pastaj. A, do me thënë ju nuk jeni dakord që të ndajeni, e? Absolutisht jo, nuk jam dakord, fare, s'jam dakord për pensionin. Absolutisht, as si lek nuk i jap. Pensionin do t'a japësh ti me një këmbë, 5.000 euro, sepse unë të kam lartë, të kam shirë, të pastruar, hekurosur, të gjitha ti kam bërë. Për ti mu këto të gjitha, mu ka lap, ka fshim, ka pastru, lavanteria, more vesh, jo ti. A, keni lavanteri të përbashkët? Kemi lavanteri dhe unë nuk e di gjysmën e lavanderisë. Qa lavanteri e prit si gjysmën e, një sekundë, o zoti Gjukac, flet për punë shtëpie kjo, jo për lavanteri. Po pra punë shtëpie, pse nuk i kam bërë unë? Ke prek ti me dorë në jetën tonë bashkëshortore punë shtëpie. Pse nuk ka pasur rasti që edhe i kam bërë? Ore, a kuptoni që është seancë pajtimi dhe jo ndarje? Po pra zoti Gjukatë, se kemi provuar të pajtojmë edhe... Edhe? Edhe unë dam pra, ha, jepi. O, soti madh. Mirë, më flisni pak për fillimet tuaja si i keni pasur, hajde? Po, fol ti. Jo, fol ti. Jo, fol ti, se ti mba më, jo, pusho se do flas vetë. Po ja, unë kisha dalë për shopping me shoqet e mia. Aty kalon ky dhe po gjuante njërën. Atëherë ju afrova dhe ai më gjuajti mua. Si ju gjuajti? Me bryl, hapu pak më tha, se po gjuaj këtë tjetrën. Pastaj, ndetëm sa ndetëm bashk edhe në verë vendosëm të japim lajmin e madh. Unë thira familjen time, kjo foli me familjen e saj, ullëm në një restorant, ne të dy në mes, edhe i dham lajmin e madh. Që do martojni? Po, që ne do ndahemi. Si? Do ndahemi, më. I bët gjitha këto dhe ku mbetët? Te koltuku tresh. Pse ta marri ky koltukun tresh dhe jo unë? Si ta marri kjo koltukun tresh? Si ta marri ti koltukun tresh? Po, pa tjetër. Ta marri ti koltukun tresh. Unë të aji koltukun tresh do t'i Gjukac kam fjetë gjithë vitet e mija të martesës. Gjithë vitet e lumtur atë aji koltuk me ato kokësat e zesa, me ato do qkat e sfungjerta, me ato këmbët e olla. Asa kujtime kam të aji koltuk. Do me thënë ti ke fjetë gjithë të vite në koltuk? Po. Do me thënë martesa juaj nuk ka funksionuar? Jo, martesa jon ka funksionuar për mrekulli deri në momentin që ndërhyri komshiu. Aha, e kuptova. Që ka nga këto çështjet e reja, çështje gay. Nëse, pra ju zonjë mendoni që buri juaj shkon me komshiun, ju tradhton, ë? Jo. Edhe këtë e ke bërë më? Jo. Qa thumi? Unë me zorë po shkoj me komshien, do shkoj dhe me komshion të shi. A e në të rritë, o zoti Gjukac, komshion dhe shpin me qera. Po pra, se ne jemi familje me moral. Po pra. Qarë bëri komshiu? Dha shpin me qera, më dhe. Dhe ja dha Draganës, një balerine serbe. Prandaj flintet e koltuku se ishte afër derës së jashtme. Edhe ku banon kjo Dragana? Këshu, ku banoni ju? Doni numrin e telefonit? Nuk e kemi, po e ka ky në telefon. Po ajo nuk banon ma aty, mbas një komunikimi në anglisht që pata unë me të, tek për çështjen e Serbisë. Dhe gjo, në vend kësaj ka ardi balerinë këshu, braziliane, zoti Gjukac. Po nuk ja kemi numrin e telefonit. Mirë, e disi, unë them, më mirë se sa të ndajeni, pse nuk ndëroni shtëpi?
A të them edhe umër, zoti gjykat. Pse ta prishim lumturinë tonë? Se nuk e ke ide se çfarë sikleti madh që është, të kesh gruan përballë komshies. Vjen në orën 2 të natës, e kupton, ngatëron derën. Po e çik e ke pirë. Kur del në mëngjes mendoj që po del nga shtëpia jote, ndërkohë kjo del edhe keq kuptohet kur gjen ke shtëpia komshies. E kupton? Ndaj po ju them, ndërroni shtëpi, s'keni pse ndajeni. Po nga do që shkojmë ka vetëm balerina serbe, zoti gjykatës. Po ku janë këto, moj, ku janë? Po ja, vërdalose në për qytet. Para se të ndashim një muaj, më kalon pa gjumë ky surrat. Si gënje, unë të kam lënë pa gjumë ty? Po. Të kam lënë pa gjumë unë ty? Pa gjumë. Po unë as televizor nuk shoh, as lajme nuk dëgjoj, as muzika, as radio nuk hap, as gjëmi. Unë kam një muaj pa ardhur në shtëpi. E shikoni e pranoj dhe vetë që ka një muaj pa ardhur në shtëpi. Më falë, more zotri, po ku ke qënë ti një muaj, ha? Të lutem shumë, nuk e kam aty, sepse unë e kam të korektesa, njeriu merr në telefon edhe thot jam këtu, mos u bëj merak. Ashtu është zoti gjykat, po tash nuk është gjynaf ta shqetësoj këtë ëngjëll në mes të natës, ta marr në telefon, ti heq gjumin edhe ti them, më fal shpirti, po jam në disko me ca balerina serbe, do keq kuptohet, e kupton? Po mirë, ti zotri kur je kaq i ndershëm, përse nuk e merr gruan në disko? Me gruan në disko tash, ma vje keq tash zoti gjykat, ke qenë herë në disko ti apo jo? Si vje keq tash? Më vjen shumë keq. Në disko shkohet me njoft njerëz tri më burr. Unë këtë e njoh. Po mos ta njihja e merr. Nuk plasa unë se kam shoqërinë time dhe dalim në disko tona neve. Ato shoqet që kërkojnë pensione, e kuptoni? Nuk e kam aty, e kam se ne jemi familje aristokrate, edhe duhet ta zgjedhim njeriu me të cilin pim një gotë. Ja për shembull, ka pasur njërin para 3 vjetësh. Të kam thënë gjë? Edhe unë ndava. Vetë unë të thash gjë? Unë ndava sepse jemi njerëz me moral, prandaj unë ndava. Jo, unë ndave mbas 2 vjetësh sepse u lidhe me Draganën. Jo, 2 vjet i vite gjys, lutem shumë tutem. 2 vjetë mbaj mend shumë mirë. Në 18 gushti kemi bler vëfët bashkë për vjetorin tuaj. Ej, stop. Se po më çmendni tani. I blet dhurat dashnore së burrit tuaj? Po, patjetër, nuk ka gusto fare. Pastaj, ua. Ajo e meritonte, ishte zonjë grua, na bënte punët, më mbante qenin, më shëtiste këtë, gatuante shumë mirë. Ua. Mendo, ky nuk ma ngrinte telefonin, ajo me ngrinte dhe më thoshte. Mos u bëj merak se jemi bashkë. Edhe unë flia e qetë pastaj. Po shef sa e mirë ka qenë, gjithë këtë e ke prej meje. Të kam thënë gjë, u ankova. Stop. Dhe doni të besojmë bas gjithë kësaj që ju jeni të martuar? Po pra, derisa të na ndash ti, ne vazhdojmë të jemi të martuar. Po ja mor zotri se nuk keni asnjë arsye për të ndëjtur bashkë. Kjo meriton një njeri tjetër, një njeri me klasë, si unë për shembull. Zoti gjykat, më fal, po e gjun tash këtu në syt time? Ama pushoti, dërhy unë kur të gjuajnë ty? Vazhdo më gjuaj. Mi zoti gjykat, vazhdo gjuje ti, se unë nuk mund të vazhdoj kështu. Mirë, atëre seanca e pajtimit u mbyll, vazhdojmë javën tjetër. Ua, nuk u ndam, u mbyllën dhe dyqanet. Ua.